Përshëndetje të mirë, temi si ju kam ai një mirë. Po bëj një parashikim për fundjavën dhe ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Uroj që ju që keni sa bukur që ma nisët. Shikoj që këtë moment mbretëreshat e mia shikojnë më shumë familjen dhe të ardhmen e tyre. Shikoj që femrat janë duke pritur një surprizë apo një lajm shumë të bukur. Shikoj që nënat, sidomos, po vëzhgojnë më shumë pjesën e familjes, ka diçka në jetën tuaj që do të vi drejtësia, është dikush që do vi të thotë që çfarë ka ndodhur me jetën e tij, ti këtë moment do t'i japësh pak më shumë prioritet gjërave të tua, familjes, më ke ardhur dhe mbretëreshe e lekut, do me thonë që në bizneset e tua, në punët e tua do të vetë çdo gjë mirë, sepse dhe kemi dhe jetën e familjes, që kemi një rikthim ose një diçka që ka lidhje me jetën tuaj, por duhet t'i peshoni mirë gjërat tani e tutje. Ai person që ti kërkon të vi thuaj që është mbushur kupa, nuk mund të jem me të, ose nuk mund të duroj dot më gjërat që po më ndodhin në jetën time, edhe po e derdh kupën. Shikoj që ti do të ndryshosh disa gjëra në jetën tënde dhe do të bësh një rilindje, një ndryshim në jetën tënde dhe shikoj që këtë moment je gati të ndryshosh gjërat në këtë fundjavë. Të shikoj që ti momentalisht i ke dhënë vetes tënde prioritet, ke shumë plane për të ardhmen, je duke ndryshuar, sidomos shenjat e zjarit po ecin me një ritëm shumë të lumtur, si në familje, si në jetën e tyre të përditshme, pavarësisht se keni dhe shumë plane. Por shikoj që kemi diçka të re në lidhje me një shtatzani. Urime këtu. Të shikoj shumë të lumtur, kurse disa ju beqaret jeni duke pritur princin tuaj, jeni duke pritur për një kohë të gjatë këtë njeriu që tu vini në jetën tuaj. Shikoj që jeta juaj ka plot surpriza për të sjell, një surprizë për disa që mund të jetë një familje, por dhe një njohje re, që kjo njohje re mund të japë gjëra të bukura, të t'jap lumturi, të t'jap atë vëmendjen e atij mashkull që ti ke këtë dashur. Ky mashkull është shumë i prerë dhe shumë i saktë. Disa nga ju do bëjnë një udhëtim këtë fundjavë dhe ky udhëtimi do t'u sjellë shumë shpresë për të vazhduar në vazhdim një plan i ri për ju dhe në lidhje me vendimet që ju keni pasur me të shkuarën, po e mbyllni një derë dhe po hapni një derë të re. Shikoj që këtë moment i ke thënë vetes tënde që nuk dua më të vazhdoj me këtë vuajtje apo me këto probleme që kam pasur, do vazhdoj të bëj diçka për veten time dhe të vazhdoj të udhëtoj sa më shumë me gjërat që kam. Një lajm i mirë në lidhje me punën, një lajm i mirë në lidhje me shtetin, një lajm i mirë në lidhje me një kontratë pune apo një kontratë. Ka të bëj me lekun. Shikoj që çdo gjë ka të bëjë me lekun deri në fund të muajit. Fillime të reja në shenjat e zjarrit, siç e thash pak më parë, por dhe ju të tjerët, shikoj që do bëni një udhëtim mendor, shpirtëror për të punuar për veten tuaj më shumë dhe për t'i dhënë vetes tuaj prioritet. Java që nis me një lajm që do t'u gëzoj, një telefonat apo një kontratë që do marrësh ose një letër do të t'jap një gëzim. Shikoj që në punë ata që punojnë në zyrë duhet të bëjnë kujdes sepse mund të kemi një ulje detyre, domethënë ata që kanë në lidhje me shtetin, duhet të keni një kujdes, por shikoj që disa nga ju duhet të bëjnë kujdes sepse keni disa energji negative që mua nuk më pëlqejnë këtu. Po ju sulmojnë mbrapa shpinës shumë persona dhe bëni kujdes. I bëni një kontroll shëndetësor sepse shikoj që e ndjej më saktë që ti ke nevojë për të shëruar shpirtin, por dhe anën fizike. Disa nga ju këto ditë do kalojnë në një situatë të mirë, të shikoj që je duke luftuar me vetveten, por duhet të nxjerrësh atë forcën që ti ke brenda vetes. Të shikojnë njerëzit që ti je fort. Të shikojnë njerëzit që ty nuk mund të ulë dikush. Unë e di që ti doja dalësh. Unë e di që ti je fort. Unë e di që ti do dalësh nga kjo dhimbja. Unë e di që ti do t'i thuash vetes stop. Këtu shikoj që disa nga ju kanë dalë në një divorc. Okay? Dhe do t'i premtosh vetes që do t'i lësh njerëzit negativ t'i ikësh, të ikin nga jeta jote dhe ti të arrish në destinacionin tënd. Duhet t'i japësh vetes tënde forcë, duhet t'i japësh vetes tënde energji, sepse këtu shikoj që do të vijë një person i ri në moshë, për disa, jo për të gjithë, një person i ri në moshë që mund të jetë binjakët dhe
peshorja ose ujori, për mendimin tim si taro, për mendimin tim, ai person për disa do jetë më i vogël. Mos i kushtoni kaq shumë vëmendje këtij personi, sepse ky person do vi vetëm të lërë një njoll. Ky është pengesa jote për të ecur ti përpara. Thjesht ky po të pengon për të dalë ti nga situatat që ke pasur në jetë. Por të shikoj që ti do t'i kthesh kurizin shumë njerëzve dhe do ecësh përpara duke mbrojtur veten tënde dhe duke luftuar për gjëra. Po të pret diçka e bukur. Ta dish, po të pret diçka e bukur. Dhe këto ëndrat që ti shikon natën, dhe këto ëndrat që ti nuk ndihesh mirë në mëngjes, me gjithë këtë dhimbje që ke pasur, këtë moment do të thosha që qetësou, largoni rrjetet sociale në pas orës 10. Të gjesh paqe me veten tënde, sepse energjia negative, shumicën nga njerëzve, shumicën nga ne, na vjen nga ana e rrjetit social. Dhe ti me këtë rrjet social po ngarkon anën psikologjike, po ngarkon energjitë tua dhe po merr gjithmonë nga ana nga interneti, nga Facebooku, Instagram, TikTok, po merr vetëm energji negative. Lëre minjan dhe përkushtoju vetes. Meru me diçka ato orë që ti mendon atë person. Meru me diçka që ty të t'jap jetë, të t'jap një ndryshim të gjërave të tua. Dhe letrat e fundit më tregojnë që po, ti doja arrish qëllimit dhe të del dielli. Shikoj 9 kupat, do hedhësh themele të forta për javën dhe për muajt që po vinë në vazhdim dhe të vazhdosh të ecësh me diellin në krah, të t'jap forcë, të t'jap energji, të t'jap paqen dhe është një fillim i ri. Një shtatzani për shenjat e zjarit, për shenjat që i shikoj shumë të lumtura, për shenjat e tokës, një shtatzani e papritur, sidomos për Demin dhe Virgjireshën. Virgjireshën e shikoj që do bëj diçka të mirë këtë fundjavë dhe do jetë më e qetë nga çka që më përpara. Shenjat e ujit po mendojnë për dashurinë që po vjen në jetën e tyre. Shikoj që kjo dashuri që ka ardhur në jetën tuaj do t'u jap forcë, do t'u jap energji dhe do t'u jap paqen. Pavarësisht se ti ke dalë në një marrëdhënie apo në një martesë apo divorc, të shkatruar. Kjo marrëdhënie do t'jap themele të forta për të ecur përpara dhe ty të shikoj në paqe me vetveten. Jepi mundësi njohjes së re dhe kafe sa më shumë të pini së bashku. Ju uroj fundjavë të bukur dhe java që vjen në vazhdim të jetë sa më e mbar për ju. Ju përshafon në netarua dhe uroj më të mirën të gjithëve.